Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë në një luftë, ka shku i ka vizitu pleqt dhe të sëmurët, pleqt e mbetur dhe disa të sëmur, i ka vizitu ushtria pret, gati, dhe ju thot atine, luteni për ne se jemi të dalë në front, që Allahu të në ndihmon, bëni dua, subhanallah, bëni dua, am ushtria hazër, jo bëni dua rinë kokë shpinës, rinë internet, në Facebook, bëni dua, ja, këtë komparacion, këtë kias, me ndojtë të gjithë e kuptoni, ushtria gati, ama ju bëni dua, se ju nuk mund të vini, pra bëni dua. U këthi, i tha një Rasulullah, qka u bon? Tha kesh i luta pleqt edhe të sëmurët, të bëjnë dua për me. Tha njën, ja Rasulullah, por qka do në, a si kish ditë, si kur do tonë që halo se di. Tha ja Rasulullah, por qka do të në bëj duaja atyre? Qka do të në ndihmoj? Tha, innema, tun sarune vë turzakun bi dua i duafa i kum. Tha, mos haro, mos gabo, se Allahu ju ndihmon dhe ju furnizon për hirë, për hatër të duas të sëmurve, të fëmijve, të pleqve. Ju ndihmon Allahu, bëhet shkak duaja e pleqve, e fëmijve, e plakave të sëmurve, bëhet shkas që Allahu dhul xhelal ty të tjep bereqet dhe sukses dhe fitore. Kjo është e Islami jonë, o vëllezër të dashur.